marrën. Juftoj me 1 minutë heshtje të nderojmë veprën e Fatmir Ymerit me pseudonimin e njohur Besimi. Lavdi. E nderuara familje Ymeri, nderuar miq të Fatmirit, lajmin për vdekjen e birit tuaj e pritëm me shumë dhimbje. Sot nga ne po ndahet një mik yni, një bashkëluftar yni, një liridashës e histori idealit për bashkim kombëtar. Fatmir Ymeri, i njohur me pseudonimin Besimi, u lind më 6 shtator 1979 në fshatin Rajinës të Preshevës. Shkollën fillore e kreu në fshatin e Lindjes, kurse atë të mesmen teknike drejtimi elektricist në Bujanot. Zëri i kushtrimit të atë dheut dhe dëshira e madhe për bashkimin e kësaj pjese me trungun e etnisë shqiptare dhe realiteti i hidhur që rëndon të mbi shqiptarët, Besimin e detyruan të lë familjen dhe t'i bashkangjitet familjes me emblem të ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanot. Që nga ditët e para, ai bashkangjitët pushkës çlirimtare duke u rreshtuar në brigadën 115 të udhëhequr nga Niazi Azemi, komandant Njehra, ku ishte emëruar si polis ushtarak. Besimi kreu me nder e dinjitet detyrën e ndarë nga komanda deri në ditën e fundit luftës. Gjendja e rënd ekonomike dhe ajo e sigurisë, amnestia e rrejshme, bëri që edhe Besimi si shumë bashkëluftar tanë t'jamësy rrugës së gurbetit gjeqësisht Zvicrës. Dita e 25 shkurtit ishte ditë kobzeze, sepse nga ne ndau bashkëluftarin vllaun ton. Besimi nuk la asnjë testament të ruajtur në mirëbesim. Iku pa lam të mirë, sepse fjalët nuk e kishin fuqin aq të madhe për të na treguar se sa na deshti. Besimi pas vete la gruan me 2 fëmijë dhe shumë arsye për të mbetur i paharruar nga ne. E nderuara familje Ymeri, nderuar miq e bashkëluftar të Besimit. Ju lutem, pranoni ngushëllimet më të përzemërta tona për Besimin. Përshëndetja jon për të letjet, mirupafshim, namshim. Lavdi veprës e Besimit, i përjetshëm e i paharruar qoftë kujtimi për të. Rajinës, 3 mars 2011, Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇPMB. Tash me raftojmë Almen Shaqirin në emër të familjes që të përshëndes mediat dhe gjithë juve këtu të pranishëm. Të nderuar të pranishëm, pjesëmarrës të këtij varrimi të vllaut ton Besimit. Fillimisht, falenderojmë ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Bujanot dhe Medvegjë, kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës me të gjithë bashkëpunëtorët. Falenderojmë të gjithë bashkëfshatarët, edhe ata më të shtrenjtit që me ta Besimi ndau çastet më të mira dhe më të këqija shokët e tij. Vëllezër dhe motra, ngado që jeni, dhe një falenderim i veçantë i shkon për mediat që po e përcjellim këtë varrim. Besimi u lind më 6 shtator të vitit 1979 në fshatin Rajin. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, por si çdo i ri, edhe Besimi e mori rrugën e gurbetit për shkaqe ekonomike në mënyrë që t'i asiguroj familjes së tij një jetë më të mirë. Me mobilizimin e ushtrisë çlirimtare për Preshevë, Bujanot dhe Medvegjë, edhe Besimi u radhit një ndër të parët, ku detyrën e tij si ushtar e kreu në mënyrën më të mirë që është e mundur. Me të vërtet, Besimi ishte një baba shumë i mirë, një shok shumë i mirë, një familjar shumë i mirë. Ndarja e tij nga kjo jetë na pikëlloi thellë në zemrat tona, sepse ai ishte një nga ne, ishte i yni. Besimi nga ne është ndarë vetëm fizikisht, sepse ai në zemrat tona dhe në mendjet tona gjithmonë do të jetoj me mall të pashuar. I qoftë i lehtë dheu i Rajinës, Besimit, vllau ton të dashur, me respekt nga familja Ymeri nga Rajinca.
I dashuri aq, bab, zonjë dhe shok, e malkojnë ditën, orën, minutën dhe atë që ta morë jetën tënde. Në një rini dhe një ditë të papritur fare, dhe na i la zemrat tona që të vuajnë për jetë. I len nifat, mesat dhe fëmijët e tu që të rritën në malë tonë. Të rjetën do të kem një vendim për ty. Tyra jota do të rinë gjithë një parasyve tonë. Fjalët e tua të ëmbra do kujton deri në vdekje. Kusha i qetë dhe Zoti të shpërblet me lulët e xhenetit. Jetoj me shpresë se një ditë do të shihme në jetën pa vdekje. Ram të mirë Azabesem të duam për jetë, do të jesh një ëngjël prezent në mesin tonë në çdo moment. Ju faleminderojnë familja, miq, dashamirë dhe gjithë shoqërinë për prezentën tuaj. Ndëruar shpranishëm, faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj. E lutim Allahun xhallashanuhu që të bëjmë tonë pa me vërtet Allahu ta merr në mëshirën e tij dhe të bëjë në xhenetin inshallah. Bojeni Allah shok. Allah i kom.